Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me prashimin e ditës së sotme, një ditë me rëndësi të veçantë në fushën astrologjike, sepse kemi dy ndikime planetare dhe shumë pozitive, që do të thotë kemi sot në mëngjes formohet një kënd mjaft i rëndësishëm, gjashtkëndësi që bën Mërkuri nga Demi dhe Jupiteri nga Gaforia, ku na jep mundësi dhe kohën e duhur për nisma të reja në çdo aspekt. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me diçka shumë të rëndësishme, sepse çështja që lidhet me komunikimin, me gjuhën e shkruar dhe të folur dhe transaksionet tregtare, udhëtimet tona. Hëna do të jetë nga dreka e tutje, do të jetë në shenjën e dashit, gjatë gjithë ditës, sepse jemi në fund, në gradat e fundit të shenjës peshqeve dhe do kaloj në shenjën e dashit, por mundësitë që kanë të bëjnë, momentet që neve kemi, por përfitojnë shumë shenjat e ujit që kanë bëjnë shumë dhe ndikimet të mëdha dhe shenjat e tokës, sepse kemi ndikimin tek shenja e Demit dhe tek dhe Mërkuri në shenjën e Gafores. Të shenjës së tokës, siç është Demi, Virgjëresha, Britsjapi, ku kanë mundësinë e zgjidhjeve të disa problemeve që ta kanë pasur para disa kohëve, duke se do ta zgjidhin pikërisht tani. Kurse shenjat që kanë bëjnë shenjat e ujit, siç është Gaforia, Akrepi dhe Peshqit, ka një mundësi tjetër ndryshe nga vendimet që mund të marrin, por janë në të drejtën e tyre. Le të hedhim një sy hartës busullës astrologjike, çfarë na mëson më tepër dhe ku duhet bëjmë kujdes. Urdhëroni. Kemi këtu ndikimin më të mirë dhe çështjet më pozitive që kanë të bëjnë. Po të shikojmë, hënën është në gradat e fundit që ndikohet dhe mundësitë që kanë të bëjnë favorizimet, ndryshimet, mundësitë dhe është futur në fillim të shenjës së dashit. Dhe kuptimi i kësaj që ndikohet edhe pak tek shenja e peshqeve, sepse kemi nga dreka është ndikimi më i madh që ndodh. Kemi ndikimin e Saturnit. Saturni na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet më madhore. Gjithashtu ka të bëjë me një takim që do të bëni sot, sepse shenjat e zjarrit kanë dhe mundësinë, por megjithatë, edhe pse një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohëve do ta zgjidhni pikërisht tani, sepse duke pasur parasysh hëna në shenjën e dashit, jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja. Gjithashtu kemi të bëjmë me një ndryshim shumë të madh, ku kemi në shenjën e Demit, që është ndikimi i Mërkurit dhe ndikimi më i madh që jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave, për çështjet që kanë të bëjnë, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse afërdita nga binjakët jep mundësi, por tek Gafore që kemi Jupiterin në këtë kënd na jep gjithë mundësinë gjatë gjithë ditës të jemi sa më të vëmendshëm për çështjet e punës dhe gjërat që neve na ofrojnë për shumë drejtime. Po të shikoni hartën, në disa ndikime janë mjaft të mira deri nga dreka, po të shikoni ato me jeshile që japin mundësinë dhe këndet më të mira që bëjnë, për deri nga ora 12:01 që mund të kemi takime, bisedime të rëndësishme. Me sjellori që është në shenjën e peshqeve na jep mundësinë se çfarë duhet të bëjmë, ose do të bëjmë një shitje, ose do të bëjmë një lidhje me biznesin, që dita shenjat pak a shumë e kanë një ndikim të tillë, por dita e sotme shquhet për gjëra të tilla dhe momentet që janë mjaft pozitive dhe tepër ideale në atë çka bëhet, në atë çka kërkohet. Prandaj bini pas, sepse ka një ndikim shumë të mirë, ka filluar në fakt në orën 5:25, por meqense ora është shënon 7:35. Pra, kemi këtë harë kohor deri në orën 13:14, prandaj bini pas, mos mi lini pas dore, sepse gjithë historia dhe koha ka treguar që në kohën edhe në momentin e duhur gjithçka rregullohet, stabilizohet, sepse natyra ka mundësuar dhe ndihmuar në çdo drejtim në aspekt që neve mendojmë dhe gjykojmë drejt dhe neve na jepet mundësia të arrijmë në finish. Tani, pa humbur kohë, fillojmë të shikojmë me 12 shenjat zodiakale çfarë na ofrojnë dhe e fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju të shenjës së dashit, edhe pse keni pasur shumë çështje problematike, çështje që të lodhshme, çështje pune dhe pikërisht dita e sotme e në vazhdim është një kohë që përshtatet shumë, si në lidhje me punën, si në lidhje me disa shitblerje që ve keni, pasuri e paluajtshme, është momenti i duhur. Edhe pse mund të merrni disa lajme shumë të mira, por këtu varet pastaj nga çështja që ju e keni, mundësitë varet në individualitet, sepse koha kur ndryshojnë gjërat ose kur e keni vend për të shitur, edhe shumë gjëra të tjera kësaj natyre, por është koha më e mirë e mundshme kjo periudhë që do t'ju japi mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin që ju e keni pasur dhe është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të që janë ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me dhjetëçi i tretë, edhe pse një çështje ligjore e lën pezull, duket se rregullohet, është stabilizimi, është konkretizimi, është mundësia dhe koha e artë për gjithçka ju intereson në këtë aspekt. Për sa i përket disa gjërave që kanë të bëjnë me udhëtimet dhe ndikimet më të mëdha, ju që kërkoni që jeni në një marrëdhënie dhe doni ta stabilizoni, atëherë ta ktheni në lidhje serioze. Nga tani e tutje, gjërat do jenë shumë herë më mirë, sepse edhe 3-4 ditë akoma që kemi ndikimin e hënës së re,
por fillojnë nga sot, sepse është 3 ditë plus minus ndikimit i hënës së re, hënës së plotë, këndet që bëjnë planetet, u japin këto mundësi. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse çdo gjë është në anën tuaj. Përshpejtimet janë në njërë të mira, por jo dhe idealet. Prandaj do të bëni kujdes, ku vini këmbën, çfarë doni të bëni. Fushën e dashurisë, lidhjet afatgjatë, mund që janë me peshore, janë me gafore, dhe me bricapte dhe diçit parë, që është një nga mundësitë të arta që vinë drejt jush për sa i përket çështjeve dhe mundësive që do të keni tani. Tutje, vazhdimësia duket e artë në fushën e punës, sepse një kontratë është e mundur të realizohet. Edhe pse mund mos ju pëlqej si mundësi, për shembull, sepse e keni doni ta përmendni atë punë të dytë, por nga herë mundësitë mund të dalin shumë. Jemi gati të përgatitemi ose të jemi të përgatitur për gjërat që do të bëjmë. Këtu është puna. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë demi. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Demi duket se tani kanë një moment shumë të mirë, një moment mjaft pozitiv. Duke pasur parasysh edhe kohën që ndodhin fenomenet ose mundësitë të arta që vinë drejt jush, është një nga momentet më të mira tani tutje, sepse Mërkuri, në shenjën tuaj, u jep disa mundësi, komunikimin, baza, kokëforcia dhe drejta juaj. Nga njerë triumfon në anën tuaj që doni të bëni, o e përfundoni o nuk e lini pas dore. Asnjëherë nuk lini punë për gjysmë juve të kësaj shenje. Edhe pse keni pasur shumë debate, shumë probleme në fushën tuaj. Duket se kjo periudhë është mjaft e mirë, duke filluar nga dita e sotme, ku keni dhe mundësinë e artë, sepse ndikimi i hënës që do t'ju japi mundësinë, do t'japi kohën e duhur në shenjën tuaj, hënës së re, ku do ndodhin datë 16, po fillon qysh tani, gjënëm që do të pasur kujdes, është periudha më ideale, sepse ndikimet më të mira ekonomike, financiare dhe marrja e vendimeve të rëndësishme është pikërisht tani. Duke pasur parasysh 10 ditë i parë, sepse 10 ditë i parë është mjaft të indikuar tani e tutje, dhe kjo do të bëjë që juve të jeni mjaft koherent me atë çka ndodh, koherent me gjërat e juaja, dhe janë mundësitë. Mundësitë janë pikërisht tani, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse koha tregon që jeni me fat dhe do t'ja dilni në atë çka kërkoni. Në çështjet që lidhen me anën, këtu do të pasur pak vëmendje me anën shpirtërore, sepse lidhjet afatgjatë që do thotë me ujor të 10 diçit parë, me luan të 10 diçit të dytë, ka diçka me luan, në fakt një shenjë toke me shenjë zjarri, mund të ndikon ose ndikon, por gjërat mund të jenë ndryshe nga ç'e mendoni, prandaj keni kujdes pak, mos u nxitoni në vendime që do të merrni, sepse këto janë vendime shumë pozitive, por edhe tepër ideale në ndryshimet që ka të bëjnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht të 10 diçit parë, ujor të 10 diçit tretë që është perfektja, por me akrep është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Binjakët për ditën e sotme kanë pak stres, sepse duan të mbyllin një punë dhe kanë një takim. Për këtë takimi duket se mendoni si do shkoj. Do të thosh nëse ju e keni mbyllur takimin nga ora 10 deri në orën 2. Unë do t'ju thosha mos stresoni fare, po fare. Në kohën që do vi momenti, është si punë e provimit, që bllokoheni në kohën që ju e keni një provim për të dhënë dhe i dini gjitha, kur veni atje pastaj humbisni gjithçka. Mos u shqetësoni fare. Koha është në favorin tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim. Sepse kemi një ndikim shumë mirë guvernatorin tuaj, Mërkurin, që jep mundësi, jep kohë, jep marrje vendimesh dhe verdiktin pozitiv që do të keni. Dhe kjo është një mundësi e artë për juve, në blerje, në shitje, në gjëra, në udhëtime, pse jo. Por një lajmë shumë i mirë që e merrni nga dreka, por ju keni në diaspor, duke pasur parasysh dokumentacione, duke pasur parasysh një diçka shumë e madhe ndodh pikërisht tani, në këtë periudhë, se është periudha e artë, mund të quhet me bindje të plotë, sepse i keni gjitha mundësitë. Po, është momenti juaj, është ajo periudha që juve kërkoni dhe doni të stabilizoni gjërat e juaja. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e 10 diçit parë, me ujorët e 10 diçit tretë, është perfektja dhe koha e duhur për ndryshime dhe vendime të mëdha që do të merrni. Por ju që doni të bëni një blerje shtëpie ose blerje makine ose diçka kësaj natyre, jeni në kohën e duhur, edhe pse do të bini në ujdi me personin juve që keni ose doni të bisedoni. Pikërisht është ky moment. Pikërisht është kjo kohë që gjërat të ndodhin siç doni juve, gjërat arrihet për suksesin edhe periudhën tuaj më të mirë të mundshme që juve keni në këtë aspekt. Prandaj mos u shqetësoni fare, prandaj jeni në atë anë që juve kërkoni dhe dëshironi të realizoni për gjithçka juve interesoni. Edhe pse në anën ekonomike mund keni pasur disa jo problematike, por të rriqe mos e kput, por dini një gjë, askas mbarohet tek juve të kësaj shenje. Dashuria
duket se nuk ka shanse, në këtë botë jo, në botën tjetër nuk e di unë, që juve të ngelini në mënjan. Do të thotë që lidhjet me virgjëreshe, me peshk është perfektja, me shiketar dhe me luan është vetjeta. Vijojmë të shenja e radhës që do të thotë gaforja. Përsa i përket gaforeve, gaforët duket se jo se stimulojnë, jo se nuk punojnë, por gaforët janë momenti gjithmonë i duhuri për gjërat e tyre, i duhuri për çështjet ekonomike financiare dhe jo vetëm. Do keni disa shanse kaq të mira miqtë mi të kësaj shenje, ku po bëni gati muaj 4, që keni pasur shumë çështje problematike dhe lëna pezu. Jo për arsyen tuaj, sepse e lëni pas dorë se nuk keni pasur mundësinë për shembull, por jeni në anën më të mirë të mundshme. Bini pas tani jetutje se do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe, në fushën e karrierës, në fushën e punës të 30 diqet, ku ndikime dhe favorizime që kanë të bëjnë, është një nga mundësitë më të mira të arta do ta thosha, prandaj bini pas, sepse kjo është periudha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Në ekonomi, në punë, në shtesë, në biznes. Po, edhe shumë gjëra të tjera do të shikoni dhe do më kujtoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët dhe diqet parë, peshkët dhe diqet tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë luani. Luani jep shumë mundësira. Kjo ditë në lidhje me do kenë dy gjëra kryesore njerë luanët. Luanët kanë një çështje pune që e bluajnë me mendjen e tyre, me veten e tyre, sepse një rast, një ofertë shumë e rëndësishme që keni pasur javën e kaluar. Dhe nuk është realizuar ose personi është larguar për një arsye apo për tjetër, nuk e di për punët e vetë dhe nuk po bëni takimin. Vjen një moment sot, ky takim nga koha para 2 javëve deri më sot, që është tani, atëherë do shikoni sepse disa gjëra kanë ndryshuar. Frika se mos ju humbasin, juve keni rënë dakord për 5 lekë, dhe ata nuk e dinë, ata kuptojnë sepse 5 lekë, okej, në rregull, jam në rregull neve me gjithçka. Dhe ata japin edhe 2 lekë akoma, dhe bëjnë 7 lekë për të punuar, se frika e tyre është mund të largoheni. Dëgjojeni, pra flisni, sepse ditë e sotme është më mirë ditë e sotme të dëgjoni se sa të flisni. Sepse planet janë, ose momenti është çështje sekondare, janë që juve të bini në ujdi për gjithçka. Dhe nuk diskutohet i thoni, me kënaqësi mund ta marr përsipër. Dhe nëse do t'i thoni jam dakord me ato që kemi lënë në çmimin e saj kohe, atëherë nuk kam pse të thonë që kam rregull. Sepse vlera që juve keni, mënyra se si juve punoni, ju takon më tepër akoma. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e 10 diqit parë, me akrepët e 10 diqit tretë, është ndikimi më i mirë, por me dem është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se kanë mundësinë, kohën e duhur në çështjet e punës, lidhje me biznesin. Se me biznesin janë mjaft të ndikuar dhe stabilizuar në fushën e karrierës tyre. Janë disa mundësit arta, që juve keni, sepse virgjëreshat nga njëra anë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja. Në anën tjetër, disa udhëtime pune do t'i bëni, disa kontrata po. Meqenëse se keni kohë akoma juve, nuk e fundi botës, nuk e bëni javën tjetër. Sepse sa dita që kalon, aq më të mira vinë gjërat dhe shumë pozitive. 15, 16, 17, 18, janë ditë mjaft të mira dhe tepër ideale në çdo aspekt që juve keni. Nuk ka vend për të shqetësuar. Sepse mund të flitet shumë ose mund të thoret shumë gjëra në lidhje me ndikimet që ndodhen, por planetet dhe ndikimi e energjisë që përçojmë neve dhe çështjet që neve kemi ndërmend të realizojmë, është një nga mundësitë më të arta. Prandaj bini pas sepse është pikërisht ndikimi më i mirë që do të diktojnë nga tani tutje. Mundësitë që keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, është një nga momentet më të arta, dhe pozicionimi planeteve, që për juve është aja dhe zhëja, e keni mundësinë, keni edhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Megjithatë, edhe pse tani e tutje i keni mundësitë, është një moment mjaft pozitiv, sepse është ndikimi dhe ndryshimi i madh që vjen tek juve, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë tani e tutje. Është një mundësi shumë pozitive. Dhe di që tret njëherë, sado që të tretët flasin ose
mund t'ju prishin disi ekuilibrin. Punë e madhe. Ata që flasin dhe kundra jush, këtu të futet këtë dalin. Mos i merrni të mirëqenia, sepse nuk informacionet të rreme do kemi plot. Kështu që mos i vrisni mendjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me akreptë dhe diçit tretë që është perfektja, por me peshk është vetjeta, edhe pse është shenjë uji, edhe pse debatoni, po debatoni për të mirën e të dyve. Dhe kjo nuk mund të ndahet kush e ka fajin pse për diçka, nëse mbase, kurse. Hiqni këto. Po, jo. Është e bërshme, nuk është e bërshme. Dhe jeni më të qartë dhe më të qetë juve në këtë aspekt. Ndikimet që kanë bëjnë në fushën e dashurisë, këtu ka diçka që vërtet lidhjet afatgjat që kanë bëjnë që janë me binjak dhe me britësjap. Me britësjap sidomos është një nga periudat dhe kohët më të mira të mundshme. Një mundësi e arë që është tani. Dhe kjo bën që juve t'jeni shumë korrekt me veten tuaj, shumë korrekt me ato gjëra që keni dhe momentet e arta që vijnë tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshorja. Për peshoret, peshorja duket se tani është një nga momentet më të mira të qenë ndonjëherë, edhe pse me vështirësi, edhe pse ka pasur shumë debate me punën në rolin drejtues. Por do të nga ndonjëherë të tretët flasin o gjitha o asgjë. Juve si peshore thoni, nuk ju jap me pikatore, po jap aq sa duhet dhe aq sa doni, unë jam gati t'ju përgjigjem. Megjithatë, këte jeni në rrugë të mbar. Të tretët kërkojnë shumë, por këte nuk e fusin dorën në xhep. Atëherë do të bëni aq sa ju takon. Mos u nxitoni ose për të mirën e dikuj që të bëjë një të mirë, po punë e madhe le të punoj më tepër. Nesër pas nesër, kur juve për një arsye apo për tjetër, do kërkoni një ndihmë tek ata që i keni dhënë kaq shumë, nuk do ta merrni. Edhe do thonë që me kënaqësi më të madhe, por nuk kam mundësi për momentin. Apo i bini telefonit, nuk jam këtu. Kur ta thot këtu, do thotë është aty. Gabimi, sepse universi, natyra, nëse nuk je në rregull me atë, të dënon dhe të nxjerrë sipërfaqe gjëra që nuk duhen. Prandaj mos mu shqetësoni. Bëni atë që ju takon dhe nëse doni për më tepër për arsyen tuaj, ta bëni sepse një ndër tjetër e bën. Ju e keni këtë, e keni në zemër. Sepse kur themi peshorja, themi kripa dhe piperi. Por në anën tjetër është momenti juaj, është koha juaj. Shfrytëzoni në maksimum atë që juve kërkoni dhe doni të realizoni, sepse ju takon dhe arrini finish. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor, binjak dhe me luan, është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Për akrepët duket se shenjat e ujit kanë një mundësi shumë të mirë, sepse ndikimi që bëjnë sot planetet, këndet pra, mbarë gjithmonë ta keni parasysh nga Jorgo, që kur kemi kënde pozitive që bëjnë në planetet, sepse ata janë që na japin mundësi që na diktojnë për të bërë gjëra të mira. Nuk ndërhyjnë, kuptojeni, është termometri që kam thënë dhe them nga hera. E vendos për të parë se ku ndodhet temperatura, që të shkosh tek mjeku të marrish shërimin e duhur, por jo termometri ty të shëron. Pa vajtur tek doktori. Pra, janë disa gjëra që ne themi dikton. Prandaj, kjo do të thotë mundësitë dhe mënyra më e mirë e mundshme është tani. Akrep të dashur, nëse keni një çështje pasurie për të shitur, bisedime bëni sot. Sot, nesër pas nesër. Në datën 17-18 atëherë bëni çfarë do e barazimës tuaj. Por këto ditë bisedojeni. Sepse ka për t'ia vlerësuar se keni ja dy çështje shumë të rëndësishme dhe mund t'i realizoni siç dëshironi juve. Lidhja me anën e punës, diçka shumë e rëndësishme po vjen. Por përgatituni për gjëra të mëdha, sepse ka për t'ia vlerësuar. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bënë me ujor dhe luan të diçit të parë është idealja me germa shtypi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Përsa për këtë shigjetarëve, me kësa shigjetarët të duket se tani në këtë periudhë, është periudha që jep mundësin, jep kohën e duhur në lidhje, në ndryshime, në vendime, në mundësi të arta që keni,
Dhe kjo është një nga anët më të mira të mundshme, duke pasur parasysh punën dhe karrierën, duke pasur parasysh ndryshimin dhe vendimin. Mundësitë që do të keni tani tutje janë anën tuaj dhe një nga pozicionimet më të mira planetare që keni është nismat e reja në fushën e punës suaj. Do mbyllni disa çështje të pambyllura sepse kur kemi hënën e plotë është duke u ngrënë për gjitha shenjat, edhe planetet që bëjmë për shembull jemi në retrograd, kur kemi hënë e re, hënë e plotë dhe shumë gjëra të tjera që diktojnë ose rregullohen, atëherë neve mbyllim çështjet e kaluarës. Keni gjëra që keni nisur, do t'i bëtisni tani. Është koha më e mirë mushëm pa u futur hënë e re, sepse atëherë fillojnë gjërat të ecin përpara, të ecin me shpejtësinë e madhe, që juve të arrini në finish të keni parasysh diçka, sepse në lidhje me ekonominë, stabilizimin, është pikërisht ky gjashmëri i dytë. Prandaj vini pas nga tani tutje do shikoni shumë ndryshime në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetit parë, me dëmt e dhjetit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Bricapët e dashur duket se pak të stresuar nga java e kaluar e mërkura dhe tani është një nga momentet më të mira, momentet më pozitive që do keni. Nuk është se juve doni që të arrini në finish ose të përfundoni diçka, por mos u shqetësoni, sepse nga ndonjëherë i paraprini rrezikut, për gjëra që bëni shumë, jeni në një provim, presupozojmë ne, marrjen e patentës. Mirë po, do të kuptoni kohën. Do thoni unë jam shumë i stresuar dhe nuk e marr në fund. Po kjo nuk do të thotë që ti nuk do ta marrësh ose diçka tjetër. Është koha, momenti që ti ke mundësi. Nganjëherë nuk është se problemi është kur nuk ke mundësi, edhe atëherë mund të bësh asgjë, por kur janë mundësitë dhe bricapet e kanë këta dhe kanë për t'ja arritur, sepse edhe në lidhje me punën, në lidhje keni bërë zmetin i diçka që juve doni të shkoni të arrini dhe ku dëshironi. Momentet janë dhe koha është në favorin tuaj, edhe pse ka vështirësi gjatë rrugtimit, por është momenti, koha e duhur për nisma të reja dhe vendime që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhjet me peshore dhe me dëm janë perfekte, por bini pas, mos e lini pas dore, sepse ju e fokusoni vetëm në një vend dhe lini gjërat pas dore pastaj. Keni kujdes këtu. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët duket se shenjat e ajrit dhe biles ka të bëjnë dhe diçi tretë. Ndjes. Dhe diçi tretë ka indikim shumë të madh. Çfarë? Lidhje me punën. Edhe pse do ta lër atë punë që ka në dorë tani, është në punë shtetërore, është në punë private, sepse dokumentat që bëhen me jashtë, merrni një lajm këto ditë juve dhe do të përgatiteni për atje ku juve keni kërkuar më përpara. Gabimisht, rastësisht, juve ju realizohet një ëndër që bëhet realitet. Atje ku keni qenë ose në Europë, në përbot ku diun, do merrni një dokument që do gëzoni kaq shumë familje. Ndash nga fëmijët tuaj, ndash juve, ndash diçka shumë e madhe, shumë e rëndësishme që do jetë. Dhe kjo është momenti, është koha dhe periudha mjaft pozitive dhe tepër ideale. Pa ne bini pas, mos e lini pas dore. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën, këtu kërkohet pak vëmendje, lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët dhe diçit parë, binjakët dhe diçit tretë është idealja me germa shtypi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për peshqit duket se koha tani fillon. Peshqit dashur është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme në zgjidhje të konflikteve të problematikave që keni. Sepse pikërisht tani është koha, është momenti i duhur mbi ekonominë, stabilizimin, ndryshimin, marrjen vendime të rëndësishme e gjithë gjërat që do të keni tani tutje. Është momenti shfrytëzojeni në maksimum, sepse kjo periudhë është e juaja në lidhje me punën. Do t'ju bëhet një ofertë ose diçka që do të keni në lidhje me rolin drejtues. Prisni pak, mos u nxitoni. Kalojnë dhe 3-4 ditë, domethënë kemi këtë hënën e re, dhe kjo hënë e re u jep mundësinë sepse është në shenjën e demit dhe në shenjë toke, kur keni përballë virgjëreshën, dhe kjo do të ndihmojnë për të marrë vendime të rëndësishme hapas hapi dhe jo të nxitoheni, sepse për shpejtimi disa gjërave nuk është në të mirën asnjërit, edhe mund të bëni pastaj pishman në lidhje me anën ekonomike, sepse kjo periudhë tani keni marrë veten, keni marrë mirë do të thosha, sepse mjaft vuajtë 3 vite të shkuara dhe sidomos në 2025 në maj dhe deri në shkurt të 2026, por tani tutje jeni
pak më mirë, sepse fituat atë drejtën tuaj, lidhje me çështjet e financave dhe biznesit të gjërave, një udhëtim shumë i artë që do të kenë tani tutje dhe janë çështjet më të mira dhe më pozitive. Në fushën e dashurisë, duket se këtu ka të bëjnë shumë me gafore, shigjetar dhe virgjëresh kanë ndikime shumë të mira. Por virgjëresht edhe diçit tret, kurse me bashkim familjar është me shigjetar të diçit të dytë dhe të tretë, ku është mundësia më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat që juve doni dhe të realizoni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, një ditë që do flitet shumë për ekonominë, stabilizimin dhe ndryshimet. Neve do rishikojmë përsëri nesër me bashkimet në vazhdim. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme dhe mbarësi në çdo aspekt të jetës suaj. Jesë mira.